Mund të them që viti 2025 është karakterizuar si vit me sfida, përkushtime të shumta, por besoj edhe suksese, të cilat veç se i thatë edhe ju. Mirë, po të gjitha këtu padyshim që i atribuohen gjithë kolegëve të mi prokuror, bashkëpunëtorëve profesional, zyrtarëve ligjor, deri tek gjithë ata të administratës që punojnë deri poshtë, dhe padyshim edhe institucioneve tjera ligjzbatuese, në veçanti policia, gjykata, shërbimi sprovues, mbrojtësit e viktimave, gjithë tjerta të këtë dogana, sepse pa punën e përbashkët gjithëve, padyshim që nuk ishim me pas edhe rezultate. Kështu që po besoj që ne kemi qenë brenda vitit, kemi pas rezultate të shumta, që shikuar numra, pas atyre numrave fshihen edhe shumë raste. Për shkak se ne kemi mandatin tonë edhe në autorizimet tona, kemi mandat që të hetojmë, arrestojmë, akuzojmë e pastaj edhe të presim edhe gjykimet e gjykatës, dhe gjitha këto i kemi pritur, dhe mbrapa këtyre numrave, brenda vitit 2025, padyshim që kemi pasur edhe zyrtar policor, edhe zyrtar doganor, kemi pasur zyrtar komunal, kemi pasur inspektor, drejtor komunal, kemi pasur po ashtu me hetime, arrestime flagrantse dhe avokat. Kemi pasur edhe zyrtar gjykatës. Kemi hetuar, arrestuar, akuzuar shumë persona për fajde, për narkotik, për korrupsion, për mjedis, për dhunë familje, e deri tek hetimi edhe i llojit brenda nesh. Unë mendoj që sot jam ballhapur të prezantoj rezultatet para jush dhe po e përsëris fal bashkëpunimit të duke falendëruar secilin prej kolegëve të mi këtu për punën e mirë që e kemi bërë. Kryeprokuror, natyrisht që për të pasur rezultate nevojitet një përkushtim shumë i madh, një profesionalizëm, por edhe një guxim. Natyrisht që shumica prej kolegëve këtu në prokurori kanë qenë edhe më herët, po ndoshta përkushtimi dhe rezultatet që i kemi pa prej kohës kur keni ardhur ju nuk kanë qenë më herët, kanë munguar si rezultate për cilat tani do të flasim. Kjo e ka ndërtu edhe një shpresë të qytetarët, të cilët po besoj se sot janë ata që kontribuojnë më shumti si bashkëpunëtor në zbulimin e shumë krimeve. Që keni arritë që me ndërtu një frym të tillë që me pas një bashkëpunim, me pas një produktivitet, çfarë keni arritë deri në këtë kohë? Padyshim që edhe në koncept dokumentin e prezantuar para Këshillit Prokurorial të Kosovës, aty ku e ka marrë edhe besimin për të udhëhequr me prokurorinë e Prizrenit, siç e thatë njëra prej prokurorive më të mëdha pas asaj të kryeqytetit, po ashtu edhe në planin e punës krahas shumë objektivin edhe qëllimin kryesor e kemi pasur arritjen edhe fitimin e besimit qytetarëve. Sepse shpesh thuhet kthimin e besimit, por nuk dim cilës periudhë të referohemi për ta kthyer atë besim. Ne e kemi fokus ta arrijm fitimin e besimit qytetarëve. Unë mendoj që fitimi i besimit qytetarëve jemi në një shkallë bukur të mirë dhe ka ardhur si rezultat i përkushtimit të madh, punës të madhe, profesionalizmit dhe qëllimeve tona drejt arritjes së sukseseve, që brenda vitit kemi pas shumë raste që partner kryesor e kemi pasur qytetarin dhe po besoj që në këtë drejtim vetëm se jemi duke avancuar dhe më tutje. Kryeprokuror, a mundi më na shpalos pak punën që është bërë gjatë vitit 2025, por në përgjithësi edhe gjatë viteve të fundit, me statistika, pra sa lëndë i keni pasur që janë trashëguar, sa raste i keni pranuar gjatë vitit, si i keni zgjidhur ato dhe çfarë performance ka pasur në përgjithësi? Po patjetër, kështu. Brenda vitit 2025 ne kemi pranuar 5206 landë nga të gjitha regjistrat. Mirë, pa ajo që më shumë t'ju intereson besoj juve dhe qytetarëve janë kryerësit e njohur. Pra kemi pranuar 3061 kallëzime penale ndaj 4298 personave, përderisa kemi zgjedhur 2841 kallëzime me 3904 persona. Pra arritshmëria është diku te 94% e lëndëve në raport me ato të pranuara, për faktin se e kemi nisur vitin me 22 prokuror, mirë po e kemi përfunduar me 17, pra me 5 prokuror më pak, sepse 3 prokuror kanë shkuar në pension duke nisur nga muaji mars, pastaj një është transferuar në një prokurori tjetër dhe një prokuror është i pezulluar për shkak të procedurës penale, kështu që ne kemi, mendoj që ky është një rezultat bukur i lartë me këtë numër me -5 prokuror. Sikurse ti kishim edhe këta 5 prokuror, padyshim që shifra do të tregonin tjetër rezultat. Mirë po, unë jam i kënaqur sepse brenda kësaj, po e them, këto janë vetëm statistika, por ka raste që ndoshta vetëm një rast që kemi pasur në punë me shumë persona ka lënë numrin shumë shifror të statistikave që mund të kryhen me raste tjera. Për ne është e rëndësishme që rastet e mëdha, rastet ku edhe është besimi i qytetarëve, sidomos në departament krimeve të rënda, ta japin fokusin më shumë në aspektin profesional, gjithmonë duke mos lënë anash edhe obligimet sasiore, edhe çështjen e statistikave. Mirë, po në përgjithësi vlerësoj që
kemi treguar rezultat, se i kemi vetëm edhe 1200 lanë punë për vitit në përfundim të vitit, dhe padyshim që tani kemi edhe 3 prokurorë të ri që i kemi me mandat plot dhe me normë plot, sepse gjatë vitit kalum kanë qenë vetëm nga 8 lanë muj. Kështu që po besoj që viti 2026 veç se do të shkon tek pjesa ku do të kalohet 100% që do zvogëlohet edhe ky numër i rasteve. Vlen të theksohet se sa i përket mënyrës zgjidhjes së rasteve, kemi ngritur akt akuzat ndaj 2760 personave brenda vitit 2025. Kemi hudhur 444 kallëzime penale, kemi pushuar 198 hetime që tregon për integritet lartë edhe profesionalizëm, sepse aty ku nuk ka dyshin bazuar mirë, nuk jemi të interesuar dalim para gjykatës dhe pastaj të na bien rastit, dhe pastaj do t'ju tregoj që edhe në gjykatë se sa kanë kaluar, përderisa kemi dërguar dhe në kompetencë 61 lanë. Ne nga gjykata kemi pranuar 1473 aktgjykime. Prej tyre 1411 aktgjykime janë aktgjykime dënuese. Janë 41 liruese dhe 21 hudhje, që i bjen 4.3% nuk kanë kaluar, përderisa 95.7% është kalueshmëria. Është një nivel bukur i kënaqshëm që besoj që edhe në vende tjera evropiane botërore nuk pritet 100%, kështu që është një e arritur shumë e lartë në këtë drejtim. Të ndalemi tani pak te trajtimi veprave penale karakteristike. Në këtë rast, sidomos ato të korrupsionit. E dini edhe për një kohë gjatë sa keni punuar edhe në sektor të tjerë që problematike kanë qenë vazhdimisht rastet e korrupsionit dhe trajtimi i tyre ka paraqitur sfidë si për policin, prokurorin, por edhe për gjykatat. Sa raste të natyrës korruptive i keni trajtuar dhe si janë zgjidhur ato? Padyshim që neve edhe në planin e punës kemi përcaktuar objektivat kryesore dhe i kemi konsideruar me prioritet 5 prej veprave më të shpeshta që gjenden në vendin tonë, dhe ato janë fajdeja, korrupsioni, narkotikët, është mjedisi dhe dhuna në familje. Për korrupsionin dihet që edhe ka strategji kombëtare, ka strategji edhe të Këshillit Prokurorial, edhe zyrës kryeprokurorit të shtetit. Kemi strategji edhe ne si prokurori. Padyshim që janë veprat më komplekse për të hetuar e për të gjykuar, për shkak se kemi të bëjmë me një kategori tjetër të personave, të cilët dinë mirë të maskohen në punën e tyre që e bëjnë, në veprimtarinë e tyre, andaj edhe gjurmët e tyre janë shpesh të vogla. Mirë po kemi rrit kapacitetet në këtë drejtim dhe kemi dhënë fokus të madh, andaj kemi pranuar 91 raste brenda vitit 2025, përderisa i kemi përfunduar 94. Kemi kryer më shumë raste të korrupsionit sa që kemi pranuar. Domthonë, aty ku kemi vendosur prioritete, padyshim që kemi treguar edhe rezultate. Kemi akuzuar 69 persona për korrupsion që i kemi dërguar në gjykatën themelore në Prizren. Kemi humbur 29, kemi pushuar 11, edhe 20 lëndë kemi dërguar në kompetencë. Çka nën kupton kjo? Në kompetencë zakonisht kanë shkuar rastet që kanë të bëjnë me prokurorinë speciale apo të xhilanit, sepse prokuroria speciale në rastet kur ne hasim gjatë hetimeve që janë të involvuar qoftë kryetarët e komunave që mbulojnë regionin ton, Prizren, Dragash, Suarek apo Mamush, ato shkojnë në prokurorinë speciale, kur kemi të bëjmë me udhëheqësit e prokurimeve, shkojnë në prokurorinë speciale me shefat e ndërmarrjeve publike gjithashtu, dhe po ashtu kur janë të involvuar zyrtarët e prokurisë dhe të gjykatës së Prizren, këto shkojnë në Gjilan. Dhe në mesin e këtyre 20 lëndëve pra janë këto vepra me këto karakteristika. Po edhe në këto raste kemi marrë veprime dhe pastaj kemi dërguar kur kemi pa dyshim të arsyeshëm. Dhe mendoj që edhe sa i përket veprave penale të korrupsionit kemi arritur rezultate, sepse nga gjykimet e pranuara, sikur më parë, kemi kalueshmërinë 82% të rasteve të korrupsionit. Pas ka një rritje të përqindjes, sepse në kaluarën ka qenë një përqindje më e vogël. Po, gjithmonë ka qenë më e vogël, mirë po nga gjykimet që i kemi pranuar nga gjykata rezulton që 82% të rasteve vetëm se kanë kaluar me gjykime dënuese në gjykatë veprave nga kapitulli veprave penale kundër korrupsionit.